Përshëndetje shenja Akrepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 7 kupat, rrota e fatit, faqa e monedhave, 9 shkopinjt. Në planin personal, kjo javë nis me shumë mendime, alternativa ose mundësi që mund t'i keni përpara vetes, ose që thjesht mund t'i imagjinoni. 7 kupat shpesh sjellin ëndra, dëshira dhe skenar të ndryshëm, por jo të gjithë janë realisht të realizueshëm. Rrota e fatit tregon se rrethanat po ndryshojnë dhe se disa gjëra Zoti po i lëviz në prapasken. Mund të ndodhin disa kthesa të papritura ose mundësi që nuk i kishit imagjinuar. Faqa e monedhave ju thret të qëndroni praktik ose praktike. Në vend që të ndiqni çdo ide, fokusohuni te ajo që mund të ndërtohet. 9 shkopinjt tregon se jeni më të kujdesshëm ose më të kujdesshme se zakonisht. Ndoshta përvoja të mëparshme ju kanë mësuar të mos hapeni menjëherë ose të mos besoni pa prova. Kartat këshillojnë të zgjidhni një drejtim dhe investoni energjinë tuaj aty, në vend që ta shpërndani. Kalim tek familja. Në familje kemi 3 monedhat, asi i shkopinjve, asi i monedhave, heremiti. Në familje 3 monedhat nënkupton bashkëpunim dhe përpjekje të përbashkëta. Duket sikur brenda familjes ekziston dëshira për të ndërtuar ose përmirësuar diçka. Asi i shkopinjve sjell një fillim të ri, entuziazëm ose iniciativë të re. Asi i monedhave e forcon këtë energji, duke treguar mundësi konkrete, stabilitet ose një bazë më të fortë për të ardhmen. Heremiti në fund sugjeron se pavarësisht zhvillimeve pozitive, ndoshta mund të keni nevojë për kohë reflektimi ose për të dëgjuar zërin tuaj të brendshëm përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Kartat këshillojnë të ndërtoni me durim dhe mos nxitoni të arrini në përfundime pa reflektuar më parë. Kalim tek dashuria. Në dashuri kemi Hierofanti, 6 shkopinjt, 8 shkopinjt, djalli. Për djallin luta të kem një kartë sqaruese dhe mëra karta e drejtësisë. Në dashuri, Hierofanti nënkupton dëshirën për stabilitet, dëshirën për angazhim ose dëshirën për një lidhje që ka potencial të merret seriozisht. 6 shkopinjt tregon se njëra palë ndihet e vlerësuar, e dëshiruar ose se marrëdhënia po merr vëmendje pozitive. Me kartën 8 shkopinjt, ngjarjet përshpejtohen, komunikimi shtohet, takimet bëhen më të shpeshta ose ndjenjat shprehen më hapur. Por më pas shfaqet djalli. Edhe djalli mund të jetë një tërheqje shumë e fortë fizike, një lidhje që mund të bëhet e vështirë për t'u injoruar, ose emocione që fillojnë të marrin kontrollin, ose mund të ketë zemërim për disa. Dikush mund të manipulohet nga pasioni i verbër ose dëshira që bëhen gjithnjë e më të forta. Drejtësia si kartë sqaruese më bën të mendoj se java do të kërkojë ndershmëri. Çfarëdo që po ndodh, nuk mund të mbetet vetëm në nivel pasioni apo dëshire. Mendoj se do të duhet të përballet me realitetin. Ju mund të kërkoni qartësi mbi qëllimet, mbi kufijtë dhe atë që është e drejtë për të dy palët, sepse mund të ndodhë për disa nga ju që një iluzion, një frikë ose një justifikim bie poshtë dhe lë vend për një realitet më të qartë. Kartat këshillojnë të mos lejoni që pasioni të errësojë gjykimin. Zgjidhni atë që është e drejtë, jo vetëm atë që është e dëshirueshme. Kalim tek puna. Në punë kemi 5 monedhat, 3 kupat, 8 monedhat, 7 shpatat. Në punë, kjo sferë fillon me pasiguri ose ndjenjën që nuk po merrni aq sa meritoni. 3 kupat
Sjell mbështetje, bashkëpunim ose ndihmë nga njerëzit përreth. 8 monedat tregon punë të palodhur dhe përkushtim. Kjo është një kartë që shpesh shpërblen përpjekjen afatgjatë. Megjithatë, 7 shpatat flet për kujdes, mund të tregoj informacione që nuk po ndahen plotësisht, strategji të fshehta ose nevojën për të vepruar me maturi. Nuk duket domosdoshmërisht si mashtrim, por mund të jetë thjesht nevoja për të mos zbuluar çdo plan para kohe. Kartat këshillojnë të punoni me përkushtim dhe mbani për vete planet derisa të jenë gati për t'u realizuar. Kalojmë në prizmën Oracle ku kemi besim. Besimi ju thërret të besoni në rrugën tuaj edhe kur nuk i shihni ende të gjitha përgjigjet, sepse jo çdo gjë duhet të kuptohet menjëherë që të jetë e vërtetë.